Ladies and gentlemen, Zonja dhe zotrinj, i nderuar kryeministër, i nderuar kryetare e bashkisë dhe të dashur antar të familjes Alfred Mojsiu, të nderuar antar të Senatit dhe përfaqësues të trupit diplomatik, miq, koleg, student e të dashur të ftuar. Mirë se keni ardhur në këtë moment historik për jetën akademike të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Vetëm përpara disa muajsh në 20 dhjetor të 2025-s ne patëm 20 vjetorin ton, pra 20 vjeçar të rritjes institucionale, akademike, si dhe angazhimit ton për bashkëpunimin ndërkombëtar. Sot, ndërkohë që ne fillojmë këtë kapitull të ri të pjekurisë institucionale, ne festojmë jo vetëm për historinë ton, por edhe për vizionin që do të kemi në të ardhmen. Universiteti ynë mban me krenari emrin e aktorit legjendar Aleksandër Mojsiut, me të gjitha të staturë që ai ka mbartur në kulturën europiane. Sot ne nderojmë dy nipat e tij, zotin Olivier dhe zotin Nicolas Berg-Gruen, të cilët kanë krijuar një urë ndërmjet trashëgimisë kulturore dhe filozofisë politike sot. Përpara se të fillojmë ceremoninë sot, në shenjë respekti për të dy kombet që përfaqësohen sot këtu, ju ftojmë që të nderoni simbolet e Republikës së Shqipërisë dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra zonja dhe zotrinj, ju lutem ngrihuni për himnat kombëtare të Shqipërisë dhe të SHBA-s. Për të çelur këtë ceremoni në formë zyrtare, dëshiroj të ftoj këtu përpara jush për fjalën e tij kreun e institucionit ton, rektorin e Universitetit Aleksandër Mojsiu, profesor doktor Shkëlqim Fortuzën. Your Honor
I nderuar shkëlqësia juaj zoti Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë, nderuar kryetare e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako, të nderuar ambasador, të ftuar e persona të shquar të fushës së akademisë, të dashur student, koleg, është një nder shumë i madh për mua që ju pres këtu dhe ju uroj mirëseardhje në këtë ceremoni, në këtë ngjarje kaq të rëndësishme për t'u dhënë titullin më të lartë doktores honoris causa të dy personave të mirënjohur në arenën ndërkombëtare, zotit Nicolas Berggruën dhe zotit Olivier Berggruën. Pra, jemi këtu në këtë takim kaq të rëndësishëm sot, një gjë që e bën universitetin ton të nderuar, por edhe krenar. Ne jemi krenar që mbajmë emrin e Aleksandër Mojsiut, një nga figurat më të shquara të teatrit evropian, i cili u bë i njohur në të gjithë arenën ndërkombëtare të shekullit të 20. Ne jemi të vendosur që të jemi një universitet i cili i jep vetëm krenari emrit të tij të madh dhe të ndjekur trashëgiminë e tij të ekselencës edhe me cilësinë tonë arsimore. Duke ndjekur hapat e Aleksandër Mojsiut, ne fuqizojmë partneritetin me disa nga universitetet më prestigjioze në Europë e në botë. Tashmë ne kemi rreth 15 programe të përbashkëta universitare dhe do të kemi akoma më shumë deri në 2028 me institucione udhëheqëse në këtë fushë në botë. Ne jemi universiteti i parë në Shqipëri që u bëm pjesë e aleancës universitare pra me universitetet europiane. E së bashku ne kemi programe të përbashkëta universitare si edhe një kampus digital, ndërkohë që ne ecim përpara edhe me hulumtimin ton edhe në fushën e inovacionit. Të dashur koleg, më lejoni t'ju them një lajm të mrekullueshëm. Kohët e fundit ne morëm konfirmim që revista shkencore e universitetit ton është pranuar për indeksim në Scopus, që do të thotë që ky është një hap i rëndësishëm historik që e bën universitetin ton të parin në Shqipëri që të ketë hulumtimet e veta shkencore me anën e kësaj revista, të njohur tashmë në arenën ndërkombëtare. Dhe ky është një lajm vërtet shumë i rëndësishëm, është një moment shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Ndoshta të dy miqta, Nicolas dhe Olivier Berggruën, por natyrisht edhe kryeministri ynë i nderuar zoti Edi Rama, na kanë sjell fat me ta. Jemi vërtet mirënjohës që ju kemi patur mbështetje ju si qeverinë e Shqipërisë dhe me këtë rast me lejoni që të shpreh mirënjohjen time të thellë për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, i cili ka qenë përkrahasi më i madh i këtij universiteti, vëmendja personale dhe përkushtimi personale të cilit ka çuar edhe në planifikimin e ndërtimit të kampusit tonë të ri, i cili do të jetë edhe më moderni, shumë funksional dhe krijues, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë rajonin tonë. Vizioni dhe mbështetja e qeverisë për arsimin e lartë në Shqipëri është vërtet historike. Faleminderit kryeministër Rama për udhëheqjen tuaj, por edhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Universiteti ynë pra mban me krenari emrin e Aleksandër Mojsiut dhe sot rikthehemi dhe rikthejmë në shtëpinë tonë dy nipat e tij, dy persona të cilat janë të njohur në arenën ndërkombëtare, personalitete të cilët kanë ndikuar të gjithë botën me anën e suksesit të tyre të mrekullueshëm. Zoti Nicolas Berggruën, me anën e nismave të tij globale dhe Institutin Berggruën, ka bërë që bota të ndihmojë gjithmonë me një vizion afetgjat, pra jo vetëm për sot, por edhe për brezat në të ardhmen. Puna e tij pasqyron një gërshetim të rrallë të aspektit strategjik, por edhe të vlerave njerëzore. Ai na kujton që idet formosojnë historinë dhe që dialogu, bashkëpunimi janë themeli i ecurisë i progresit. Zoti Olivier Berggruën, me anën e përkushtimit të tij si për artin modern ashtu edhe bashkohor, pra kanë fuqizuar këtë lidhje jetike ndërmjet kulturës, dijes dhe shoqërisë. Puna e tij ruan kujtesën ndërkohë që frymëson
dhe frymëzon për atë të tjerët që të shikojnë gjërat nga një këndvështrim ndryshe. Të dashur Nikolas dhe Olivier, arritjet tuaja janë merit e juaja, por në këtë çast, ky takim i sotëm mbart në fakt një domethënie të madhe, se ju nuk jeni vetëm udhëheqës në fushat tuaja përkatëse, por jeni edhe vimësia e gjallë e atij emri që frymëzon jo vetëm universitetin ton, por edhe vendin ton. Prania juaj i përçon një mesazh të madh studentëve që të ndërrojnë përtej kufive, që të përqafojnë identitetin e tyre e ta mbajnë atë me krenari kudo që ata shkojnë, në emër të senatit ton akademik dhe të gjithë komunitetit ton në universitet. Pra ju shprehim mirënjohjen ton, por edhe admirimin e thellë. Me anën e dhënies së titullit Doctoris Honoris Causa, ne jo vetëm që njohim arritjet tuaja, por ju mirëpresim në fushën tonë akademike. Ky universitet është shtëpia juaj. Emri që ne kemi është trashëgimia juaj. Misioni që ne ndajmë është i njëjti me ju, që fryma e Aleksandër Mojsiut të vazhdojë të na frymëzojë të gjithëve, që të besojmë që me përkushtim, me kuraj, çdo brez mund të arrisë më tej emrin dhe kujtimin e atyre që kanë ardhur përpara nesh. Të dashur Nikolas dhe Olivier, faleminderit që jeni këtu me ne dhe jemi vërtet të nderuar. Prania e autoriteteve më të larta të shtetit shqiptar i jep kësaj ceremonia edhe një dimension vërtet institucional dhe kombëtar. Është nder për universitetin ton që të kemi këtë ceremoni kaq të rëndësishme, duke patur këtu shkëlqësinë e tij kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. First of all, së pari, I owe to everyone here an apology. Ju detyrohem të gjithëve ju t'ju kërkoj ndjes, pra jo vetëm që kam ardhur me vonesë, por edhe që më keni pritur dhe jam i sigurt që jo të gjithë keni qenë tmerrsisht të kënaqur të më prisni. Është normale në fakt sepse ky qytet ka një komunitet të gjallë me shumë mendime. Pra, ju kërkoj ndjes të gjithëve, po ndërkohë ndjehem vërtet i nderuar që jam këtu, jo thjesht sepse duhet t'i them këto fjalë, po sepse këtu jemi dhe kemi ardhur për të festuar trashëgimin e një personi shumë të veçantë, shumë special. Prandaj, nderuar rektor, e dashur kryetare e bashkisë, të nderuar antar të komunitetit akademik, të dashur student, të dashur Nikolas dhe Olivier, i dashur Peter, të dashur miq, antar të familjes, të tëftuarve tanë kaq të veçantë. Më lejoni që ta filloj fjalën time me nuk di si ta quaj, po do të thosha një paradoks të vogël të fëmijërisë time, ose ndoshta një rastësi të fëmijërisë time. Olivieri një herë është shprehur që kur ishin fëmijë, ai dhe vllai i tij Nikolasi nuk lejoheshin që të vizitonin galerinë e babait të tyre. Kjo për arsye sepse babai i tyre ishte i mendimit që galeria nuk ishte një vend lojrash për fëmijët. Por, e dini se çfarë? Fëmijëria ime në një farë mënyre ka qenë shumë e ngjashme, sepse babai im besonte se ateljeja e tij nuk ishte kënd lojrash për fëmijët. Kështu që më lejohej që të hyja në ateljen e babait tim, në studion e babait tim, shumë rrallë, shumë pak herë, kur ftohej edhe nëna ime që të shihte një skulptur të përfunduar. Dhe pikërisht aty, në një nga këto raste të pakta, kur unë kam qenë vërtet fëmijë i vogël, aty pikërisht u përballa për herë të parë me fytyrën e të madhit
e gjyshit tuaj të madh dhe gjyshit të këtyre dy zotrinëve të nderuar të vetë Aleksandër Mojsiut. As unë, as kush tjetër, nga brezi ynë, nuk e kemi takuar ndonjëherë për së gjalli Aleksandër Mojsiun, por ajo që unë pash si fillim ishte një statuet, një skulptur prej balte të cilën babai im po e punonte me shumë përkushtim, me durimin për të kapur një personalitet më të madh se vetë jeta dhe se vetë materiali, i cili kishte lindur në Shqipëri, por që lullëzoi në Vjenë. Unë kam qenë shumë i vogël për të mbajtur mend shumë gjëra, por ama mund t'ju them që me një pothuajse fotografi bardhëzi mund të shihni një fëmijë të vogël i cili u trondit, u prek, u friksua, por edhe u mrekullua nga kjo statuj, nga fytyra e këtij personit të cilin babai im e donte aq shumë dhe që me të cilën merrej shumë shpesh dhe aq shpesh sa në fakt e ktheu edhe në portret, në balt, në bronz, me dru gjithashtu, me mermer. Ishte në fakt fytyra që ai preferonte më shumë dhe e kuptoj edhe pse, sepse është një fytyrë shumë ekspresive. Kështu që kjo fytyrë e formësuar nga babai im në atë skulptur u bë edhe formati im për më pas, për mendimin që do të kisha unë më pas se si duhet të dukej një aktor. Dhe prandaj zakonisht për shembull nuk më pëlqenin aktorët e realizmit socialist, pasi ata nuk kishin këtë peshë tragjike, fytyrën e Aleksandër Mojsiut, dhe kur ndokush i parafrohej asaj fytyre, pra fytyrës së tij, mua më pëlqente. Më pas erdhi zëri i tij. Zëri i tij në një mënyrë të vjetër, një zë i mrekullueshëm. Dhe ky ishte për ne Aleksandër Mojsiu, statuja, fytyra, zëri. Por, më shumë se sa aq, ai ishte edhe përfaqësuesi më i mrekullueshëm dhe mbreslënës i një njeriu që e tejkaloi origjinën e tij, por pa e braktisur atë. E ka përceu pra origjinën e tij pa e braktisur atë. E një njeriu që u bë ikonë europiane e teatrit, duke mbetur i lidhur me vendin prej nga vinte. Dhe sot ne jemi mbledhur në këtë universitet, i cili me krenari mban emrin e tij, për të mirëpritur dy individ, të cilët janë këtu sot me ne, por të cilët janë pasardhësit e tij, dhe në mënyrën e vet secili prej tyre vazhdojnë në të njëjtën rrugtim, pra janë diku ndërkohë që edhe i përkasin dikuja tjetër. Nikolasi, dhe beqara fjala do më duhet ju a them këtë gjë, por dëgjova për herë të parë një tip miti, që në fakt përmes një miti që nuk ishte miti bazuar në lajme të rreme, por në realitet, sepse Nikolasin ma prezantuan si emër, si një miliarder pa shtëpi. Pra, ishte miliarder, po nuk kishte shtëpi, flinte nga njëri hotel në tjetrin. Një gjë të cilën e kam bërë edhe unë derisa u martova. Kur u martova një herë mirë.
my original idea was sepse ideja ime fillestare ishte që unë jam shtëpia ime, unë mund të shkoj ku të dua, me veten time, unë po të kem shtëpi, jam po thuajse i burgosur në atë vend. Nuk e di nëse Nikolas i dashur tashmë ke shtëpi, por dëgjova pra mitin e Nikolasit dhe dëgjova për shumë gjëra për këtë njerëj. Dhe gjëra të cilat ne i njohim këtu sot. Si të tuat, jo vetëm për mbiemrin, për emrin e dytë, më falni që ai ka, por edhe për atë që ai përfaqëson. Një nga gjërat që dëshiroj të kujtoj këtu me ju sot, është një gjë që ai ka thënë. Që të bën ty unik, përvojat e tua, transformimi yt, origjina jote, mos i harro ato kurrë. Është një fjali që mund të ishte thënë lehtësisht edhe nga vetë gjyshi i tyre. Sepse të kujtosh origjinën tënde nuk është akt nostalgjie. Madje unë besoj që nuk është as edhe një akt kur ti në mënyrë formale shpreh identitetin tënd. Por, mbi të gjitha, është edhe një torturë vetë shpirtit, ndërkohë që formësohet së bashku dhe gërshetohet së bashku me identitetin tënd, me pikpyetjet që ti ke nga vi, kush jam unë, dhe siç e tha vetë Nikolasi, formosohet edhe nga kultura. Idet, dija, arti dhe ndërtimi i komuniteteve krijuan qytetrimin njerëzor. Kultura tona janë vargu ynë i dytë i ADN-s. Pra, duke qëndruar sot këtu me privilegjin që kam për të thënë pak fjalë për të, dhe të jem përballë vetë atij dhe të vllajt, pra në këtë universitet i cili mban emrin e gjyshit të tyre, mund të them që fjalët e tij marrin pothuajse një kuptim poetik. Ai thot kultura udhton përmes brezave, ndonjëherë përmes librave, ndonjëherë përmes institucioneve, ndonjëherë përmes kujtesës dhe ndonjëherë përmes personave që mbajnë trashëgimin e heshtur të kureshtjes dhe të imagjinatës. Titulli doktor honoris causa i jepet Nikolas Berggruen në shenjë për kontributet e tij të jashtëzakonshme ndërkombëtare për mendimin filozofik, politik dhe shoqëror, si edhe për angazhimin e tij të vazhdueshëm në promovimin e dialogut global, udhëheqjes etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Përmes Institutit Berggruen, të cilin ai e ka themeluar dhe e drejton, Nikolas ka krijuar një forum të gjallë idesh, me qendra nga Los Angeles dhe Pekini apo Venecia. Instituti pra erdhi deri në Venecia, po nuk kaloi detin. Atë që kanë bërë të tjerë që kanë ardhur këtu për të gjetur frymëzim, por ndoshta do të vi. Shpresoj që do të vi. Dhe natyrisht sigurisht që në kampusin e ri ne do të kemi një vend të mrekullueshëm për institutin tuaj. Thjesht ejani, sepse ky institut është i mrekullueshëm. Ai ka bërë bashkë disa nga mendjet më me ndikim të kohës son për të reflektuar mbi transformimet e thella që po formsojnë gjendjen njerëzore, si ato sfida me të cilat ne përballemi, ndryshimi klimatik, revolucione teknologjike, apo edhe kriza e qeverisjes demokratike. Gjithashtu, titulli doktor honoris causa i jepet Olivier Berggruenit në njohje të kontributit të tij të jashtëzakonshëm në fushën e
artit, e historisë së artit, rolit të tij në lidhjen e trashëgimisë së artit klasik me frymën e botës bashkëkohore. Një historian e artit i arsimuar në Paris dhe në Londër, Olivieri ja ka kushtuar jetën e tij studimit dhe kurimit të revolucioneve artistike që formsuan modernitetin nga Pablo Picasso tek Francis Bacon, përmes ekspozitave, shkrimeve të tij, punës së tij si kurator në institucione të mëdha, nga Frankfurti në Rom, nga Parisi në Washington e të tjerë, Olivieri ka eksploruar se si artistët në fillim të shekullit të 20 arritën diçka të jashtëzakonshme. Ata krijuan një gjuhë të re të artit. Në duke refuzuar traditat që i paraprin ato, por që në fakt thjesht i përthithën ato, ata ADN të traditës, siç ndoshta mund të thoshte Nikolasi. Pra shumë të me thënë se që ceremonia e sotme lidh në fakt breza të tërë me anën e një fillit të padukshëm për të fuqishëm, një gjysh që u bë një nga aktorët më të mëdhenj të Evropës, dy nipër, të cilët në fusha të ndryshme vazhdojnë të eksplorojnë pikpyetjet më të thella të krijimtarisë dhe të përgjegjësisë njerëzore. Dhe një universitet i cili mban emrin e gjyshit të tyre, atij gjyshi, pra ndërsa formëson mendjet e brezave të ardhshëm dhe përqafon dy niprit e tij. A nuk është kjo e bukur? Urime për këtë nder dhe vërtet faleminderit që na kujtoni se trashëgimia më e fuqishme që mund të marrim, si edhe trashëgimia më e vlefshme që mund të përcjellim, nuk është as pasuria e as pushteti, por është kapaciteti i vazhdueshëm për të ndërvepruar me të tjerët. Është kapaciteti për të ndërtuar ura ndërmjet popujve dhe kulturave. Është kapaciteti për të lejuar që idetë të kalojnë, të ecin përpara duke e bërë këtë të mundur dhe mbi të gjitha për të festuar për vetë njerëzimin për këtë kohë të përkohshme që na është dhënë ne si fat për ta kaluar në këtë botë. Faleminderit shumë të dyve. Jemi po aq të nderuar nga prania e disa burra shtetit të cilët i kanë shërbyer Shqipërisë me përkushtim dhe integritet, dhe një person që vazhdon të jetë një zë i lartë në jetën intelektuale të vendit tonë. Është privilegji im i madh që të ftoj në fakt bien e ish presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Alfred Mojsiu, zonjën Rubena Mojsiu, në emër që të na flas në emër të babait të saj të nderuar. I nderuar zoti kryeministër, e nderuar zonja drejtuese e Bashkisë së Durrësit, të nderuar pedagog dhe student të Universitetit Aleksandër Mojsiu, i nderuar zoti Nikolas Bergryen, i nderuar zoti Olivier Bergryen dhe të gjithë miqt që janë këtu të pranishëm. Kam nderin t'ju përcjell sot përshëndetjen dhe mesazhin e presidentit Alfred Mojsiu për këtë ceremoni të rëndësishme akademike. Në pamundësi për të qenë personalisht i pranishëm, ai më ka besuar që këtë mesazh ta ndaj me ju në emër të tij. Universiteti Aleksandër Mojsiu, fal përkushtimit të stafit akademik dhe energjisë të studentëve të tij, ka arritur të nderojë me dinjitet emrin që mban. Sot, ai është shndruar në një qendër të rëndësishme të dijes, kërkimit, formimit të brezave të rinj, duke kontribuar në zhvillimin akademik dhe shoqëror të vendit. Emri Aleksandër Mojsiu nuk përfaqëson vetëm një artist të madh të skenës europiane. Ai përfaqëson dhe një frymë universale të kulturës, mendimit të lirë dhe të lidhjes së Shqipërisë me botën. Në kohë të vështira historike për kombin ton, figura të tilla kanë ndihmuar që identiteti dhe vlerat shqiptare të njihen dhe të respektohen përtej kufive.
Në këtë kuadër, ceremonia e sotme ka një domethënie të veçantë. Në një botë gjithnjë më komplekse, ku sfidat tani më janë bërë globale dhe kërkojnë përgjigje të përbashkëta, nderimi me titullin honoris causa i zotit Nicolas de Olivier Bergruen përfaqëson një vlerësim për kontributin e tyre në nxitjen e debatit intelektual dhe në kërkimin e modeleve të reja të qeverisjes, bashkëpunimit dhe zhvillimit njerëzor. Universitetet kanë një mision të pazëvendësueshëm në këtë proces. Ato janë vendet ku lindin idet, kur formohen liderët e së nesërmes dhe ku ndërtohen vlerat që mbajnë të bashkuara shoqëritë tona. Të shpresojmë që aktivitetet të tilla të bashkëpunimit që lindin nga kjo ceremoni të kontribuojnë më tej dhe në forcimin e lidhjeve akademike, ndërkombëtare dhe në zhvillimin e mendimit kritik e krijues tek të rinjt. Dhe në fund ju falenderoj për ftesën dhe për në këtë moment të rëndësishëm të këtij universiteti, të Universitetit Aleksandër Mojsiu dhe për jetën akademike të vendit tonë, jo vetëm për këtë universitet. Faleminderit. Thank you for the invitation and for this important moment for the university and for the academic life of our country and not only of just this institution. Thank you. Distinguished guests. Të nderuar të ftuar, sot Universiteti Aleksandër Mojsiu u jep 2 tituj të doktor honoris causa 2 personave në njohje të arritjeve të jashtëzakonshme dhe për ndikimin e tyre ndërkombëtar. Ne kemi 2 personalitete me reputacion global, të cilët nëpërmjet punës së tyre akademike dhe filantropike kanë patër mundësi që të ndikojnë për dialogun ndërkombëtar. 2 vëllezër me karriera të veçanta, por me një themel të përbashkët, me profesionalizëm të lartë, me angazhimin e tyre në 2 fusha të rëndësishme për kulturën globale dhe për qeverisjen globale. Përpara se të vijojmë, ju ftojmë që të shihni një prezantim të shkurtër me video, i cili i kushtohet zotit Olivier Bergruen, i cili është kurator dhe historian e arti, puna e të cilit ka ripërkufizuar mënyrën se si e kuptojmë ne modernitetin artistik për trashëgimin kulturore europiane. Pra, një video të shkurtër në nder të tij. Mr. Oliver Bergruen is an art historian of international standing. A graduate of Brown University and the Courtauld Institute of Art in London, he represents the highest academic tradition. His career has spanned from the prestigious London art market to curating major exhibitions at the world's most significant museums. He has led international retrospectives for icons such as Francis Bacon, Henri Matisse, Yves Klein, and Pablo Picasso. His scholarship, including the acclaimed The Writing of Art, reflects deeply on the act of interpretation. Having lectured at institutions ranging from the National Gallery in London to the Frick Collection in New York, he serves as a vital intermediary between the Academy, the museum, and the global public. Për aktin zyrtar të dhënies së këtij titulli, dëshiroj të ftoj rektorin e Universitetit Aleksandër Mojsiut, profesor Dr. Shkëlqim Fortuzin, të vijë këtu. Gjithashtu dëshiroj të ftoj zotin Olivier Bergruen që të vijë me të këtu përpara. Dhe tani do të vijojmë me dhënien zyrtare të titullit doktor honoris causa zotit Olivier Bergruen. Dear Mr. Olivier Bergruen. I dashur zoti Olivier Bergruen, me autoritetin që unë bart dhe me autoritetin që më ka dhënë Senati Akademik i Universitetit të Durrësit,
dhe duke u bazuar në traditën e universitetit ton, në njohje të kontributit tuaj të jashtëzakonshëm, si edhe angazhimit tuaj të thellë me kulturën dhe filozofin, si edhe angazhimin tuaj për të çuar përpara dialogun ndërmjet qytetërimeve, unë sot ju jap titullin doktor honoris causa të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Uroj që ky titull të jetë një simbol afatgjat i vlerësimit ton dhe i lidhjes suaj me komunitetin ton akademik. Zonja dhe zotrinj, dëshiroj që tashmë të përgëzojmë zotin Oliver Bergruen, që tashmë mori titullin doktor honoris causa nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, dhe tani kam kënaqësinë që fjalën t'ja kaloj zotit Bergruen për të folur përpara nesh. I nderuar kryeministër, i dashur profesor doktor Fortuzi, e nderuar kryetare e Bashkisë Sako, është një kënaqësi vërtet e madhe që jam këtu së bashku me familjar, me miq në tokën e të parëve tanë nga ana e mësime. Ky universitet mban emrin e gjyshit tim dhe unë ndjehem tërësisht i nderuar që shoh kaq shumë prej jush që jeni bërë pjesë e këtij aktiviteti. Dëshiroj të them pak fjalë për gjyshin tim Aleksandër Mojsiu, trajektoria e mrekullueshme e të cilës ka filluar në vende nga më të ndryshme, Triestja, Durrësi, Kavaja, përpara se të vijonte në Vjenë në moshën 16 vjeçare. Atje, në Vjenë, ai aplikoi në teatrin perandorak, sepse nuk fliste shumë gjermanisht dhe për këtë arsye nuk e lejuan që të trajnohej, por ai këmbguli dhe talenti i tij u bë i dukshëm dhe ishte Josef Kainz, që ishte aktori më i njohur i asaj kohe që e vuri re, dhe ky ishte fillimi i një karriere të jashtëzakonshme. Roli i tij ishte në Molière'n, Tartufin, pra duke ndjekur edhe shumë triumfe në Vjenë, më pas në Berlin, në teatrin Max Reinz, duke qenë ferdja e Tolstojit, duke interpretuar pra Tolstojin në disa nga skenat më të mrekullueshme të botës, Faustin e Goethes për shembull, e shumë të tjera. Së fundmi u zbulua një dokumentar dhe në fakt Lorenzino de Medici luhet nga Aleksandër Mojsiu. Pra, Aleksandër Mojsiu nuk e humbi kurrë atë theksin e vet italiano-shqiptar, por në fakt u këmbguli për intonacionin e tij aq shumë sa i la mbresa auditorjeve të ndryshme. Dhe ato që kanë parë punën e Hermann Hesses, Kafkës, Tolstojit e të tjerë, të cilët ai ka interpretuar, ka qenë magnetik, duke e bërë punën e vet në mënyrë të mrekullueshme, gjithë emocion. Gjatë gjithë kohës mori role të reja, punoi me disa nga skenaristët më të mirë të asaj kohe, Wenderkind dhe Pirandello. Karriera e tij ka qenë një karrierë në cilën ai kërkonte gjithmonë të vërtetën e aktrimit me anën e punës
të mrekullueshme. Pra, ky rrugtim i suksesshëm në fakt në mars të vitit 1935 u ndërpre. Mamaja ime ishte 11 vjeç kur vdiq Aleksandër Mojsiu. Por nëna ime Betina e ka ndjerë praninë e tij në të gjithë jetën e saj. Betina Mojsiu pati një karrierë të rëndësishme, të suksesshme, por të shkurtër si aktore në ekran. Por Gideon Borkart, kushëri ryn, ka ndjekur traditën ku arti, interpretimi muzikor ka krijuar një gjë të vetme organike, ashtu siç kemi parë edhe në rolet si Hamleti, Jedermani, Morici, për shembull e të tjerë, në rolet që ka luajtur gjyshin. Ne u frymzuam nga një vizion ku u përqafua originaliteti, ku zëri, jo vetëm në aspektin e vetë simbolik, por edhe të vërtet, ishte ai përkushtimi në çdo aspekt të jetës, pra frymëzim për të menduar ndryshe, për të ndjekur thirrjet e brendshme, pavarësisht pengesave të mëdha her pas here, por edhe një mënyrë për ta parë botën gjithmonë nga një këndvështrim estetik. Kjo mënyrë për të ecur përpara, duke shtyrë gjithmonë kufit, ishte vetë jeta e Mojsiut, si edhe jeta e shumë shqiptarëve të tjerë të njohur si Ismail Kadares, Nën Terezës, Rita Orës, por edhe Bleronës. Është pjesë e përvojës njerëzore për të kërkuar vende të reja, mundësi të reja, ashtu siç është edhe pjesë e përvojës e përjetimit njerëzor që të zhvendosesh. Aksidentet e historisë janë aq komplekse sa ato krijojnë edhe mundësi, si edhe tragjedi në fakt të fundit më shpesh. Në tokë të huaj, Mojsiu e rishpiku veten dhe aplikoi ato talent të vetin si një aktor që nxirrte atë të ren, të mirën në çdo rol. Për mua, prania e tij është e prekshme këtu, Buzdetet, kur unë mendoj për personazhin e tij mesdhetar që ai ka luajtur. Kur unë dhe vllai im Nikolas vim këtu në Shqipëri, rrënjët e tij janë të pashmangshme, si një kujtesë e përhershme e historisë së tij, teatri i qytetit që gjithashtu mban emrin e tij, siç e dinë të gjithë. Në fund të fjalës time më lejoni të them që është një mrekulli vërtet që shoh se si Shqipëria ka dalë nga dekada të tëra diktature në një vend i cili ka përqafuar botën dhe modernitetin. Ne kemi gjetur në Shqipëri një vend shumë të mrekullueshëm, ku shikojmë të rinj, të cilët kërkojnë që gjejnë të ardhmen e tyre në këtë pasuri të gjitha ndëngjendur që e bën Shqipërinë vërtet unike, dhe jam vërtet i nderuar që pranoj këtë titull doktor honoris causa. Dëshiroj të falenderoj edhe bashorten time, Desiren, fëmijët, të bajsin, Anën, të cilët nuk mund të ishin këtu, Gjonin, Helenën, vllajin tjetër dhe motrën, Nikolasin sigurisht që është këtu me ne, por edhe trashëgimtarët e tjerë, Elisabeth von Ormen dhe të tjerë të cilët janë pasardhës të Aleksandër Mojsiut, Claudia Ausberg, Florian Nelson dhe Vanessa Rajnës. Dhe një gjë të fundit, ju lutem, i nderuar kryeministër, dëshiroj që të reagoj ndaj fjalëve tuaja. Ne kemi shtëpi, unë dhe Nikolaj, dhe shtëpia jonë është kjo, Shqipëria. Faleminderit. Faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij rrugtimi vizual për jetën e mrekullueshme dhe arritjet e Zotit Oliver Berggren. Zonja dhe zotrinj, për të nderuar këtë moment kaq të veçantë të ceremonisë sonë dhe për të patur pikërisht këtë frymë të mrekullueshme që fton këtu student nga grupi Jan Kukuzeli i shkollës së Durrësit, të cilët do të interpretojnë vallën hungareze. Ju lutem një duartrokitje për ta, ndërkohë që ato shërbejnë si urë ndërmjet kulturës dhe njerëzimit.
At this symbolic moment, Në këtë moment simbolik, ne kemi gjithashtu nderin që të ftojmë këtu artistën e mirënjohur shqiptare, zonjën Bleona Qereti, e cila është një ambasadore e kulturës, për të folur për mikun e saj, zotin Nikolas Berggruen. Përshëndetje të gjithëve, dear Mr. Prime Minister, dear Rector, dear Mayor. I'm very honored. Nderuar kryeministër e dashur kryetare e bashkisë, vërtet që ndihem e nderuar që jam këtu në këtë moment kaq domethënës. Miqësia ime me Nikolasin më ka bërë të mundur që jo vetëm të njoh një mendimtar, vizionar e strategjik, por edhe një person i detet të cilit janë në të gjithë botën dhe që vazhdojnë të frymëzojnë botën e do të vazhdojnë ta bëjnë këtë për breza të tërë. Më duket se ata që folën përpara meje kanë thënë pothuajse gjithçka dhe nuk kam asgjë tjetër për të thënë përveç se faleminderit nga zemra që më keni ftuar dhe jam vërtet teje të kënaqur që Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, i cili me krenari mban emrin e gjyshit tuaj të nderuar, aktorit legjendar Aleksandër Mojsiut, sot nderon edhe vlerat e tua dhe kontributin tënd dhe jam këtu për të festuar së bashku me ju pikërisht vizionin tuaj për botën dhe gjithçka që ju keni bërë. Faleminderit që jeni shqiptar. thank you, Ms. Bleona Qereti. Faleminderit zonjusha Bleona Qereti për fjalët tuaj dhe që ndatë moment të rëndësishëm me ne. Zonja dhe zotrinj, tani do të vijojmë me ceremoninë, ndërkohë që do të jepet titulli doktor honoris causa i Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, zotit Nikolas Berggruen, në njohje të kontributit të tij për mendimin global për filantropinë. Dhe përpara se të vijojmë me dhënien e titullit, dëshirojmë t'ju ftojmë që të shihni një video të shkurtër e cila i kushtohet zotit Berggruen. Pra, një video të shkurtër. Mr. Nicholas Berggruen represents one of the most influential voices in contemporary reflection on the future of governance, democracy, and global institutional architecture. For over 2 decades, he has led Berggruen Holdings, transforming it into an investment platform where financial capital serves social and cultural value. As the founder and chairman of the Berggruen Institute, he has created a unique space where philosophy, culture, and politics meet to address the structural challenges of the 21st century. Co-author of Intelligence Governance for the 21st Century, a Financial Times Book of the Year, and co-publisher of Noema magazine, he has fundamentally contributed to the debate on reforming modern democracies. He embodies the model of the intellectual philanthropist, investing not just in economies, but in the ideas that shape our public future. Për dhënien zyrtare të titullit dëshiroj të ftoj Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, si edhe rektorin e Universitetit Aleksandër Mojsiu, pikërisht pra për titullin doktor honoris causa. Dëshiroj të ftoj edhe zotin Nikolas Berggruen që të vijë këtu në skenë. Dear Mr. Nicholas Berggruen. I dashur zoti Nikolas Berggruen, me autoritetin të cilin më ka dhënë Senati Akademik i Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, si edhe në përputhje me statutin, si edhe traditën e universitetit ton, në njohje të udhëheqjes suaj vizionare për kushtimin tuaj për përgjegjësinë globale, si edhe kontributin tuaj për avancimin e mendimit politik dhe filozofik, unë sot ju jap titullin doktor honoris causa të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Uroj që ky nder dhe ky titull të bëjë të mundur pra nderimin edhe të marrëdhënies ndërmjet vizionit tuaj dhe institucionit ton.
Non, c'est bon. I'll make it short. Atëherë, fjalimi im do të jetë i shkurtër, mendoj është më mirë, i dashur kryeministër, e nderuar kryetare e bashkisë, i dashur rektori i universitetit, shkëlqësi, miq dhe mbi të gjitha në këtë rast të dashur familjar të mit, por gjithashtu të dashur antar të Senatit Akademik, të gjithë ju student, është nder që jam këtu përpara jush në Durrës, në universitetin i cili mban emrin e gjyshit ton. Është prander nga aspekti intelektual, por është gjithashtu edhe nder, por edhe një lidhje emocionale, sepse është tamam kur kthehesh në shtëpi. Për këtë arsye, dëshiroj të t'ju falenderoj të gjithëve ju, që na keni mikpritur, mua, vëllain tim, familjen ton, këtu në një nga origjinat tona, nga rrënjët tona në Shqipëri, në Durrës. Dhe unë mendoj që për mua ky është një moment kur ne mund të mendojmë si për të shkuarën ashtu edhe për të ardhmen. Të shkuarën në këtë rast për këtë lidhje me gjyshin tim, të shkuar për shkak se ky vend ka kaluar një histori vërtet të jashtëzakonshme, ndoshta të mrekullueshme vërtet ndonjëherë, por edhe të shkuar sepse ky universitet u themelua përpara 20 vitesh. Pra, 20 vite më parë, por përfaqëson edhe të ardhmen, sepse universitetet dhe kultura kanë dhënë kontributin e tyre në atë që është arritur në Shqipëri dhe çfarë ka arritur Shqipëria gjatë 20 viteve të fundit, është e mrekullueshme, është e jashtëzakonshme. Ky është një vend tërësisht i ri, është një vend që përfaqësohet nga gjithçka këtu, nga të gjithë ju, përfaqësohet nga udhëheqja juaj. Edi Rama ka qenë i jashtëzakonshëm. Ai e ka quar vendin tuaj, por edhe jetën e tij në fakt dhe na tregoi edhe përvojën e tij me baban e tij, pra jetën e tij e ka quar dhe ka kaluar në kapituj të ndryshëm të një libri secili prej të cilëve pra simbolizon pikrisht atë që ne përfaqësojmë si qenie njerëzore dhe atë që dëshirojmë që është që të lulëzojmë. Dhe mendoj që në fund të fundit këto ofron edhe arsime, kultura. Dhe pikrisht këtë dëshirojnë të bëjnë të gjithë ata që vinë këtu si student në këtë universitet, por edhe të gjithë ata që janë antar të personelit pedagogjik. Pra që mund të jenë mendje të mrekullueshme dhe vizionar të rinj apo jo në mosh, pikrisht kjo simbolizohet këtu. Edi Rama ka qenë sportist, ka qenë artist, në fakt vazhdon të jetë artist, udhëheqës, lider dhe në një mënyrë apo tjetër, pavarësisht se në një rrugtim tjetër, më kujton pak gjyshin ton nga origjina, nga rrënj, të cilat mund mos t'i jepnin tërësisht drejtim apo ta çonin në një drejtim caktuar, ai ka mësuar dhe ato që ka përvetësuar i ka çuar përtej kufive të vendit vet. Gjyshi ynë ka përfaqësuar dhe simbolizoi vetë kulturën. Kultura në kultura të ndryshme, pra në gjuhë të ndryshme, në një kohë kur kjo ishte e rëndësishme, sepse ishin vite ndërmjet 2 luftrave botërore, dhe Edi Rama dhe Shqipëria në përgjithësi shkëlqen, do të thosha, ndriçon përtej masës së vet gjeografike në atë që keni arritur. Dhe unë besoj që në të asaj që ju keni bërë në Shqipëri dhe të asaj që ka bërë kryeministri juaj për vendin tuaj, ju keni një peshë e cila tashmë i tejkalon masën gjeografike dhe ato që ju keni patur në të shkuarën, pra tregon një potencial të jashtëzakonshëm që ka Shqipëria. Dhe nuk ka vend më të mirë për të
festuar pikërisht për këtë gjë se sa vetë universitetet, sepse universitetet marrin kulturën që na çon tek rrënjët, tek historia, drejt së ardhmes, e cilën e japin me anën e mosimdhënies dhe të nxënit, duke nxjerr kështu vetë energjinë tonë në botë. Pra, ndjehem vërtet i përulur, jo jam shumë mirënjohës që jam këtu sot dhe jam vërtet i nderuar që këtë nder sot e kam darë me vllain tim. Edhe një herë, faleminderit që keni ardhur dhe jeni këtu me ne për të festuar këto çaste. Faleminderit. Faleminderit që u bët pjesë e këtij rrugtimi vizual për jetën e mrekullueshme të jashtëzakonshme dhe arritjet e jashtëzakonshme të zotit Nicolas Berggruën. Zonja dhe zotrin, në fund të kësaj ceremonie të dhënies së titullit doktor honoris causa këtyre dy zotrinve, dëshiroj t'ju ftoj të gjithëve, juve të ftuarit dhe të gjithë anëtarët e Senatit Akademik për një foto në grup. Faleminderit. Uma merda.